Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrëzon Partinë Demokratike për kryebashkiakun socialist të Malësisë së Madhe, Tonin Marinaj. Vendimi vjen 2 vite pas akuzave të grupit parlamentar demokrat me në krye Gazmend Bardhin se Marinaj ishte drejtues i një organizate kriminale të trafikut drogës, konkretisht marijuane në Itali. Madje, sipas informacioneve të grupit parlamentar demokrat, Tonin Marinaj ka qenë në hetim nga antimafia italiane dhe sipas procedurës duhet të ishte në gjykim, çfarë i pamundësonte sipas ligjit shqiptar të dekriminalizimit ushtrimin e funksionit si kryebashkiak. Por pas verifikimit të plot nga prokuroria e përgjithshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se asnjë prej akuzave të Partisë Demokratike nuk qëndronte dhe Tonin Marinaj mund të vijonte mandatin si kryebashkiak deri në vitin 2027. Zoti Tonin Zef Marinaj nuk rezulton të ketë generalitete të tjera në përbërësit e gjendjes civile, nuk rezulton të jetë dënuar me vendim të formës prerë nga ndonjë autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj, nuk rezulton të ketë ndaj tij ndonjë procedim penal të regjistruar nga autoritetet të huaja, nuk rezulton të ketë qenë arrestuar dhe ose i ndaluar nga organet ligjzbatuese, nuk rezulton të ketë pasur masë shtrënguese të sigurisë personale apo të jetë lëshuar ndaj tij urdhër kërkimi ndërkombëtar lidhur me kryerjen e veprave penale dhe as të jetë marrë ndaj tij ndonjë masë dëbimi nga ndonjë shtet i huaj. Ndaj për themësipër vlerësojmë se nuk ekziston ndonjë shkak i cili sipas përcaktimeve të ligjit të bëjë që të mundur që të ndërpritet mandati. Kryetari i Bashkisë Malësie e Madhe zoti Tonin Marinaj, propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, nuk është në kushtet e ndalimit për të ushtruar funksioni publik të kryetarit të bashkisë dhe lejimin e vazhdimit të mandatit. Vetë kryebashkiaku socialisti ka hedhur poshtë akuzat prej 2 vitesh, por ky është i disa të rast që Partia Demokratike, veçanërisht Gazmend Bardhi, hedhin akuza të pavërteta ndaj kundërshtarëve politik, duke dalë shpesh edhe në blofe komike.